Atëre, i lutem regjis përfitimet nga paqja fiskale, grafikun 5, ndërkohë, profesor Muço, gjykimi juaj për paqen fiskale të propozuar nga kjo parti fituese e këtyre zgjedhjeve, do të realizohet apo jo, ka rreziqet e veta, sepse tek e fundit si qasje, u fol më shumë nga zoti Gjokuta si një pakt i ri fiskal, ndoshta do të shkonte shumë më mirë se sa thjesht paqe fiskale, edhe premtimi i kësaj partie që fitoi zgjedhjet në momentet e fundit të garës për faljen e gjobave, që është një premtim me shumë dritë dhe hije së bashku, pra ka shumë pika për të diskutuar. Gjykimi juaj. Unë mbaj mend në 2013-ën, sa më kthyer në Shqipëri në atë periudhë kohë që ishte SVD-s kryeministri zoti Ahmetaj, që tashmë është në arrati që deklaronte për taksimin e drejtë. Të gjithë e mbaj mend fushatën që taksimi drejt, taksimi progresiv, të garantojmë të gjithë aftësitë kontribuese të tjera. Me të baza kanë qenë kjo, taksimi drejt dhe 300.000 vende të reja pune. Tani të kalojmë të taksimi drejt. A është taksimi drejt që kush ka paguar, do me thënë kush ka qenë i ndershëm dhe ka paguar dhe do vazhdoj të paguaj, kurse ata që nuk kanë qenë të ndershëm, që nuk kanë paguar taksa, se kush janë debitorët më të mëdhenj? Disa nga debitorët më të mëdhenj, zoti Gjokuta i besoj banën se ka punuar në administratën tatimore, ata që kanë menaxhuar ndër vite armën, kanë gjeneruar me 10 milion euro të dëme, ata që kanë gjeneruar që kanë menaxhuar pronat publike që përsëri kanë me 10 milion euro le të themi detyrimet pa paguara, këtyre do u falen. Pra praktikisht është e drejtë që i ndershmi të dëmtohet dhe të paguajë vazhdimisht, kurse ai që nuk ka paguar apo ai që ka marrë gjoba dhe i ka lënë pa paguar, ti falen këto gjoba? Për mendimin tim ky nuk konsiderohet taksimi i drejtë. Kalojmë te pjesa e turizmit që ta zoti. Po, përmendi zoti Shterti. Me të kështu, duke qenë domethënë një sektor edhe sipërmarrës serioz në turizëm. Një sektor shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Unë po analizoj shifrat që përmendja ai sot, domethënë nga turizmi gjithmonë dhe duke referuar ministres së mjedisit dhe turizmit, gjeneron 5 miliardë euro apo jo. Përmendi edhe zoti Shterti. Nga turizmi. Nga të cilë për 11.4 milion turist, apo 12 milion sa të duash. Po të bëjmë për këtë përpjestimin e 5 miliardëshit me 12 milionëshin apo me 11.4 milionëshit të dalin diku ke 420 euro plus minus. Tani, a jemi koshet neve të kush nga ne apo kush nga dëgjuesit ka ikur ka bërë pushime jashtë shtetit? Sa ka shpenzuar? Do me thëmë, sot Turqia, ofertat e Turqisë nisin nga 800 euro për person deri në 2.000 euro për person tek resortet e luksit edhe më shumë. Dhe kemi dhe shumë shqiptarë që kanë shkuar. Po, nisim nga 800 euro, që është vlera më 2.3 miliard kanë shkuar jashtë. A është normale që ne të shpenzojmë kaq pak që tregoni një farë mënyre që sektori turistik është një ndër sektorët me informalitetin më të lartë. Dhe ti e përmende që për ata me ato çelsat në dorë që dalin në rrugë dhe japin shpërndajë me 600 euro. Që lenë këtu mesatarisht një njëri, nëse i marrim si mesatare, shkon për 7.2 miliard. Po, nuk të marrë numrat, po të marrë... Shqipëria, oke, është vend me llogaritë nga shëndreve që llogaritë a priori. Vend me çmime çiktulta. Te ne nuk kanë bërë turistët. Profesor, do ta mbaroj. Mbaroj profesori, pastaj të kalojmë te net qëndrimi. Po të kemi parasysh Malizi, një vend shumë i vogël që ka numra shumë të pak se turistët sa ne, deklaron deri në 16 milion net të shitura. Kurse në Shqipëri janë më pak se sa 6 milion, që tregon që edhe këtu tregon në informalitetin e lartë, ose shifrat janë të fryera që nuk ka vërtet kaq shumë turist. Tani për të kthyer, a është e drejtë që një sektor kaq me informalitet kaq të lartë ne t'i japim, domethënë ta stimulojmë që të vazhdojë të bëjë dhe më tepër informalitet se sa kaq? Kjo më duket domethënë përsëri një diçka jo e drejtë. Që ata, ku ta di unë profesionisti, lirë, specialisti, avokati, inxhinieri, mjeku e të tjerë, të paguajnë gjithmonë më tepër, ata t'i lëm të paguajnë edhe 23% mbi pagën, kurse kur vjen puna për këtë sektorin, që është një ndër sektorët me informalitetin më të lartë, të japim një mundësi që të bëjnë edhe më tepër informalitet. Mua nuk më duken gjëra të drejta. Pastaj edhe po e mbyll me pjesën e faturës përfitimin nga paqja fiskale, me një të rënd të lapsit, 2 ditë para zgjedhjeve, deklaroi që do falte në mënyrë impakti rreth 150 milion euro, është impakt i parë. Pastaj po të kalojmë te borxhet, nëse do i bëjnë zero të kaluar. Amnistia e gjerë, se përmendë edhe fjalën amnistie zoti Gjokutaj. Zoti Gjokutaj, atëherë kjo shifër është ajo që thot zoti Gjokutaj rreth 1.6 miliard.
Zoti Shtjetin, japim fjalën zoti Gjokutaj, ndërkohë që pastaj me njëherë juve apo e dëshirojnë tani? Jo, kam dëshirë ta dëgjoj Edin se. Zoti Gjokutaj. Vazhdo me amnistin fiskale apo në Paka shumë ishte pikërisht... Besoj se sqaruam deri diku, po do të thotë ka dhe dy element në fakt amnistia fiskale, paketa e paqes fiskale, që kanë të bëjnë me legalizimin e parave informale. Njëra është korrigjimi i bilanceve nga vetë subjektet deri në 5 vite, ashtu siç është procedura aktuale. 5 vite të mëparshme, besoj, jo të ardhshme. Duke që në kushtet që ende nuk kemi një analizë të prezentuar, ndoshta do jetë momentet e konsultimit. Shpjegoj tamam për qytetarët çfarë do të thënë korrigjimi bilanceve. Dhe kjo se dhe këtu ka është legalizimi i paras informale. Pra, çfarë bën me këtë rast? Me korrigjimin e bilanceve për 5 vite, qeveria ka porositur disa sirtar të rinj në legjislacion dhe u thotë të parat që deri më sot nuk i kishit të futura në formatin e shtetit, futenin të këto dhe bën të njëjtën gjë e cila në vetvete nuk arriti këto. Për masa në 2009 u miratua njëjti ligj nga qeveria Berisha. Amnistia e përgjithshme. Pati dhe atëherë një periudhë dhe ndërhyrje në ligj. Vetëm 25 milion euro u rekuperuan. Kjo është shumë e rrezikshme në kushtet kur që sistemi bilanceve në Shqipëri është ende masivisht i pa zotëruar nga formaliteti, pra është standardi 2 bilanceve. Vazhdon një sëmundje që nuk e di kush do na shëroj, se deri tani nuk është shëruar. Dhe në kushtet kur mund të bëhen manipulime nga më të ndryshmet me llogarit, dhe dihet që kontrollet tatimore apo kontrollet e çdo lloji janë pasi ndodh veprimi, pasi vetë deklarohet nga subjekti, natyrisht që këtu do të jetë një situatë që as qeveria vetë rrezik nuk e arrin do ta parashikojë se sa mund të jetë ajo që do futet. Pra, ajo amnistia tashmë është akomoduar pikërisht në këtë qasje. Pjesa tjetër, e cila është po aq e riskueshme, është që synohet të rritet transparenca fiskale nëpërmjet uljes së normës tatimore për ato subjekte që do deklarojnë normë fitimi mbi 4% sa që është rritja ekonomike. Do ta kenë 3 herë më pak, 5%. Në dukje kjo është domethënë që të rrit vullnetarizmin e zefit, timin tjetrit që unë nuk do e deklaroj më fitimin të ullët për shkak të përfitueshmërisë së normës tatimore më të ullët, pra është një farë amnistimi dhe kjo. Me qëllim rritjen e formalizimit edhe këtu, ata që janë profesionistët do a shpjegojnë dhe qytetarëve apo gjithë njerëzve, bilancet mund të manipulohen shumë lehtësisht, duke i fryrë si, i fryrë artificialisht, se këtë ka pastrim para së fryrë artificialisht faturat, i përpunon në kontabilitet, se ato marrin ligjërim nga ky ligj, dhe natyrisht në del normë fitimit më e lartë, për arsye se nuk do ketë aq shpenzime, dhe nga njëra anë do legalizojnë parat, nga ana tjetër do përfitojnë normë tatimore më të ulët, pasi biznesi i ndershëm nuk ka deklaroj më shumë se çka, dhe shumë i pakët ky biznesi i ndershëm, për të qenë realist, apo të vetë punësuarit nuk janë fare në këtë. Pra, ne nuk e dim se kujt i adresohet kjo dhe kush do përfitoj. Këtu është njësoj si me atë kemi për ndërtimin, kush i blen këto ndërtesa për kë ndërtohen. Edhe ky ligj për kë po bëhet? Na e ke bërë një analizë të na e japësh me segmente të kategorive të bizneseve. Për shembull, kompaninë ndërtimi 150 sa janë hallexhi. Duhet shumë me pjesën e hallexhive të bizneseve. Do prekin bilancet. Ndërkohë që 85 deri 90% janë të vetë punësuar dhe biznese mikro, as të vogla. Këta kanë shumë pak gjasa se këta i kanë paguar detyrimet se u vente xhandarit tatimor o te dera o online. Nuk i prek si thua paqja fiskale amnistia. Apo jo. Pjesa tjetër 15% që 10-15% që janë biznese të mesme, të cilët dhe këta në pjesën më të madhe janë të detyruar të paguajnë për arsye se do vej kontrolli radhës e të tjera. Pra, paqja fiskale në vetvete nuk do shmang dot kontrollin kur ti bën gabim, se ndryshe i bëhet të zhbëjmë ligjet. Ndaj tash që parë që o do kemi ligje o s'do kemi. Dhe në momentin kur e gjithë kjo futet pa kuruar informalitetin, se informaliteti jo vetëm që s'është kuruar, po është rritur se paraja kesh do të thotë informalitet më shumë, dhe këtë të jemi të qartë të gjithë, do më thënë kush e kundërshton, të bjerë argumentet këtu të shtesë. Dhe në momentin kur fiskalizimi ende nuk kemi një analizë sa ndikoj, se ishte qëllimi i parë u investua shumë fort për të luftuar informalitetin. Ishte objektivi themelor. Gjitha masat së bashku pra, me një edukim shumë të dobët, me një sistem financiar i cili ende nuk është bërë vulnerabël karshi qytetarëve që t'i ftoj për të futur, se duhen bërë të masa i të bërë sa masat tjera. Dhe
me një moratorium, e garanton dikush tjetër që në zgjedhjet lokale nuk do ketë më amnisti? Për arsye se na ka ndodhur, nuk po themi diçka që nuk ka ndodhur. Apo në zgjedhjet e tjera, pse se momentin që nuk garantohet kjo, atëherë evazionisti do vazhdoj qetë. Se pas 2 vjetësh, pas 4 vjetësh, do shtojnë disa taksa taksa mbi punën, se pse shtojnë taksa mbi punën? Se puna është ajo që mba më shumë, është ajo hambari që është mushka që pranon sa më shumë dhe kjo ka një kufi. Ka kaluar pikë thyrëze këtë, se po taksohet dypunësimi, po taksohet në pagat, të cilat detyrimisht po rriten, por sa më shumë rriten, nuk e se marrin më shumë në fund, marrin më pak se rritet taksa, po pagojnë më shumë sigurime, dhe të gjitha këto barra janë të lidhura me një reform të madhe, dhe ndaj kemi thënë që pakti i ri ekonomik kombëtar, bashkë me paktin fiskal, me që kjo me gjasa do bëhet, nuk e di se sa do jetë rezistenca këtë radhë e institucioneve. Do filloj diskutimi që muajin tjetër, e ka premtuar për qeveri. Diskutimet do të fillojnë, por diskutimet duhet të jenë tani gjithëpërfshirëse. Pra, qytetari, eksperti, biznesi biznesi si pas do të shtetni e ka miratuar parim. Pale asaj që diskutohet. Jo biznesi thot mendimin e ti dhe qeveria vazhdon punën e vete në këtë mes, neve nuk kemi dialog të mirë fjesë. Pra, ndaj thash që ky mandat duhet jetë mandati në radhë parë për qytetarin në qendër vëmendjes dhe më pak nga ato çfarë ka bërë mandatet e kaluara, për arsye se jemi shumë mbrapa rajonit dhe kjo nuk na erdhi rastësisht që jemi mbrapa, dhe nga ana tjetër të gjitha politikat ekonomike duhen futur në një zotim të posaçëm që të monitorohen nga një enti posaçëm. Pra, nuk mjafton tashmë që të monitorohen kështu siç po ndodhin, por duhet që vetë krijohet një strukturë posaçme vetëm monitorohet. Dhe këto kemi praktikat e Britanisë, kemi praktikat amerikane, të Irlandës e shumë vendeve që i kanë gjetur mekanizmat. Zoti Shtjepni ju thatë do prisni të dëgjoni dhe zotin Gjokudoj. Ndaj dhe unë fola me imtësi. U tha këtu për para që po çfarë t'i kritikojmë ne tani kësaj qeverie, kjo fitoi me një rezultat të tillë që s'kemi çfarë t'i themi. Kalit fitues nuk i shikojnë dhëmbët. Realisht ne e kemi detyrën këtu që t'i themi ato gjëra që mendojmë që si bën mirë që t'i përmirësoj, t'i bëj akoma më mirë. Sepse ne e kemi të qartë që ka fituar me një opozitë të vjetër cop-cop. Bile duhet me thënë që Berisha bani maksimumin, 81 vjeç do bënte më tepër Berisha. Dhe me një opozitë të re që janë filizat e saj, që duhen vite që të rritet fuqizohet. Nga ana tjetër, e dim shumë mirë që Rama është maestro i jashtëzakonshëm se si të ndërtoj fushatën e tij dhe e kemi parë se si komunikon me njerëzit. Ose Partia Socialiste në përgjithësi sulmon, e din ku janë votat më vëlla, e din. Ke popullata e thjeshtë, ke biznesi vogël, janë shumë ata. Dhe ka premtuar 3 miliardë euro për biznesin e vogël. Ju ka dhënë energjinë me çmime shumë të ulta, biznesit vogël. Nuk kanë taktim fitimit 0 deri në 2029. Ato kanë votat më vëllai dashur, dhe ato dinë shumë mirë, edhe ato fashe kanë, habitin shumë, më habisin pensionistët. Po pensionistat pjesa e socialistëve janë stoik, janë përhershëm, nuk duan me ditë ato. Se i 100 vjeçari që kishte që nga 46 që votonte të njëjtë parti. Adhe ku duhet dalë? Stoicizmi ndoshta dhjetra mira pensionistëve. Ne kemi profesionalistë, si biznes, si media, kemi për detyrë që t'i themi qeverisë ku duhet përmirësoj punën e saj, se ke opozitën e dobës, do thotë është jo burra ngrej flamurte, do duhet trokasin për ty. Por ku duhet ta përmirësoj dhe ku i ka në raportet me biznesin, me ekonominë më vëllai dashur, se aty është problemi, aty është minjera jonë. Në të gjitha aspektet, në raportet me biznesin e mesëm dhe të madhë, qeveria ka probleme që duhet përmirësoj punën e vetë. Ka gabime të rënda, ka munges vizioni, ka vështirësi të pa fund, ka burokraci për një licencë, për panele diellore, 1 vit duhet. Ne bënim luftë. Një vit ju është dashur për të marrë një leje për panelet diellore. Që duhet vrapojmë, mas sa kohësh, pastaj arritëm me ullë në tavolinë, përmirësum vetëm gjysmën e ligjit, gjysma ngeli prap cop. Se na thonin, na tregoni vendet tjera se si e kanë më të mirë, jo bëjmë njësoj si ata. Vendet e tjera kanë ecë përpara, shqyr zotit edhe qeveria jonë pas punës. 10%, domethënë 5 fishimi prodhimit nga ka përmirësu shumë, por kur shohim nga fotovoltaikët. Për licencët e prodhimit, pse më vëlla kemi gjitha malet shkret, pse duhet i pengosh njerëzit, pse duhet ju drejtojmë i botës, ne kemi resurset brendshme, ka biznese sa dush, bizneset tona, firmat tona, sipërmarrësit tonë,
po bëjnë tunele, po bëjnë autostrada, nuk kemi më në ato vite. Kështu që hapet rruga zhvillimit vendit duke i hap rrugën biznesit mesëm dhe të madh që të punojnë masivisht të zhvillojnë sektoret e vendit, se kemi fuqit. Më lejoni zoti Shqepni, dua me ju grafiku numër 1 i lutem regjis, janë 8 premtime dhe do t'i bëjmë shumë të thjeshta, pastaj do ja kalojmë edhe miqve të tjerë të panelit. Gjykoni realizon, nuk e realizon dhe edhe diçka tjetër që e nisëm, a do ta përfshi apo jo në programin qeverisës. Grafiku 1 i falemderit regjis, 2 fishon pensionin mesatar të 731.000 pensionistëve. Po jo. Do arrit ta bëj, është premtimi realizueshëm sipas ju, zoti Shqepni, dhe a do ta fusi, zoti Gjokutaj tha që po, sepse është premtim solem shumë i fortë, do ta fusi, ja do morali që këtë premtim ta fusi edhe në programin qeverisës. Në gjykimin tuaj. Mendoj se janë të arritshme dhe këtu kanë qenë shumë kujdesshëm socialistët për me bë premtime që mund t'i mbajnë. Sepse me këte nuk luajnë ato. Ja, po ja u jap këtu që t'i shikoni këtu pak thyrë kokën që mos e keni me përgjithësi, unë e lexoj. E dyta, marrëveshje për pensionet edhe me Greqinë. E ka premtuar. Ministri e tha se janë në vështirësi komunikimi me qeverinë greke, ashtu si kanë qenë gjithmonë, me pëlqen ta them edhe të pa bezë greket, edhe këtu po të regonë jo dashamirës, edhe unë shoh ndryshimin esencial të emigrantëve në Greqi me vendet tjera europiane, kur shkoj atje i shoh si varfanjaki gjë shqiptar vjen jashtë mos e kej. Kjo është nga keq trajtimi, nga diskriminimi që bëhet. Do e fusin në programin qeverisës, janë 2 pyetje. Ato mund ta fusin, po s'prenon Greqia, kështu që Rama thot, futja në Evropë zgjidh këtë problem. Pra, çfarë do thot kjo? Në mënyrë direkte po thotë që është e vështirë me u marrëvesh me Greqinë, edhe pse këto po punojnë maksimalisht, ashtu ishte e vështirë dhe me Italinë. Po shanset janë shumë pak. Me Italinë ishte e vështirë nga burokracia madhe që ka Italia, dhe sasia madhe dhe numri i madh i shqiptarëve që. Disa thonë gjeti motrën, në thojza zonjën kryeministre Meloni që e realizoi. Po mas e del nëse vjen e majta në Greqi, lehtësohen. Lehtësohet. Kjo është e rëndësishme. Në rast se fiton e majta, do të bëjmë sjarim për marrëveshje për pensionet, që jam angazhuar në analizat e asaj çfarë ndodhi me Italinë. Kuptojt ajo ishte më avancuar në faza, kishte kaluar nivelin teknik të diskutimeve, kishte kaluar dhe nivelin e delegacioneve qeveritare dhe kishte mbetur pjesa e miratimit nga parlamentet vendase që para pak muajsh, edhe pse u lançua shumë kohë përpara, u miratua nga Senati italian. Me Greqinë ka një avancim të ngjashëm si me Italinë në aspektin teknik, pra nuk ka teknikalitetet të pa. Lutem ta teksojmë këtë se është e rëndësishme, kemi me 10 mijëra emigrantë që kanë punuar në Greqi. Ajo çfarë ndodh tani janë shumë të interesuar. Nuk do e fus në program, ka të bëjë më shumë me pjesën politike. Pra si do të jenë marrëdhëniet dhe ne e dimë që grekët janë të vështirë në disa debate, pasi kushtëzojnë elementet të tjera që gjithmonë ne i kemi dëgjuar se çfarë janë. Ndërsa për sa i përket pjesës së tjetër, me që mora fjalën pagës minimale, paga minimale këtu nuk është edhe shkop edhe gurin e ka të bashkë. Unë do thosha që këtë radhë paktën bënte dallim të diskutohesh qoftë edhe në mënyrën formale, aq sa lejon ligji 1 muaj, me të gjitha kategoritë, se paga minimale tashmë 500 euro, edhe po të bëhet, do të vazhdoj të mbaj gjallë informalitetin. Pse do të mbaj gjallë informalitetin, rritje pagës minimale? Se bizneseve t'ju a bën pa i pyetur, dhe në momentin që bizneseve u bën pa i pyetur, u rrit kostot. Në momentin që u rrit kostot, ai do doj të bëj një hile tjetër, dhe hapësirat i ka pa fund, pasi administrata ende nuk e ka mbyllë hapësirat siç e përmendën për paqen fiskale, dhe natyrisht që do mbaj modifikon bilancin në vend të bësh një të mirë, se rrit vlerat në buxhet, kuptohet, ndihmon edhe ato pak punonjës, se jo të gjithë e zbatojnë, se edhe kjo është e keqja që të ne Po ama do kemi rrjedhoj të rëndësishme trukim masiv të bilanceve. Çfarë do ndodhi? Unë besoj që do bëhet, se është vendim qeverie. Do jetë edhe në programin qeverisë. Do jemi shumë mirë në letër, por do jemi shumë keq në siç jemi me pagën që sa ishte 400, pra kur s'bëhen të tilla. Ndërkohë, pagat në shtet 1200 euro, natyrisht që do jenë një sforcim. Premtimi i 4 i rëndësishëm. Do jenë një sforcim, por do thosha që janë të zbatueshme pasi kanë një kosto më të ulët fiskale se ç'kishin këto rritje që u bën në 2-3 vitet e fundit. Pra do ta përfshin në programin qeverisë dhe do ta zbatojnë. Është diçka që varet nga buxheti. Për sa i përket pjesës, nuk e di, ti se ke vendosur aty, por ka një paga mesatare në gjithë vendin do të jetë 1000 euro. Ka kërkuar 1000. Atëre, kjo është fatura më e vështirë për t'u arritur. Për t'u arritur. Pse është më e vështirë? Se është si puna e asaj që
kërkoj një gjë të vogël që për të bërë atë gjën e vogël duheshin bërë shumë gjëra të mëdha. Dhe që të bëhet paga mesatare, në radhë parë rritja e prodhimit të brendshëm bruto, pra rritja e ekonomisë, qoftë dhe nga turizmi dhe nga ndërtimi, duhet të rritet mbi 5-6%. Mbi 5-6%. E dyta, produktiviteti i cili nuk rritet kaq kollaj sikur nesër të fillojnë të merren, për arsye se ka të bëjë me industritë. Nuk po flasim për produktivitetin e shërbimit. Pra paga mesatare e premtuar në kuadër të gjithë ekonomisë, 1.000 euro është mision gati i pamundur. Dhe është populiste në masën. Atëherë kam një kundër argument me partinë e profesor Muços. Që premtoi 1.200 euro. Me asnjë parti nuk arri. Nuk arrihet dot. Profesor Muço? Tani si dy fishimi pensionit mesatare përmenda është i pamundur, nuk realizohet. 1.7 miliard është marrëveshje me për pensionet edhe me Greqi, nuk kam përshtypjen me vullneti politik i Shqipërisë është, po kjo varet nga Greqia, kështu që nuk mund të jetë një premtim sepse varet nga dikush tjetër, si do bëhemi pjesë e BE-s në 2030-ën, por që nuk varet nga ne, varet nga shtetet që anëtare. Paga minimale 500 euro është barë mbi biznesin, kështu që normalisht qeveria ka interes që ta bëjë, do e përfshi dhe do e rritet zbatoj. ardhur, kështu që a bëhet me një ligj, do me të në çështje shumë e realizueshme. E përmendi dhe zoti. Paga në shtet 1.200 euro ka kohë, unë uroj që kjo administrata publike të shfryhet më në fund, sepse aktualisht sot që ne po flasim kemi numrin më të lartë të punësuarve në administratën publike, qoftë në raport me numrin e të punësuarve në total, qoftë në raport me popullsinë. Kështu që uroj që të kurret dhe kjo ndoshta mund të justifikojë dhe rritjen e pagës në shtet. Por më pak punonjës. Negociatat për paqen fiskale është një amnisti, është një kamuflim i asaj amnistisë totale që u diskutua. Po, e përmendi dhe zoti Gjokudoj. Që refuzoi Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, refuzoi Bashkimi Evropian e të tjera, do me thënë ishin kundër. Biznesi i mesëm dhe i vogël, janë 3 programe, programi Bankës së Shqipërisë, programi i Bankës Zhvillimit. Ndër vite mund të realizohet. Me gjykimin tim, ky është shumë ambicioz njërë, të themi. Kur themi shumë ambicioz, është një histori shumë e diskutueshme për të realizuar. Pra, ka gjasa të realizohet pjesërisht, pasi nuk varet thjesht dhe vetëm nga qeveria, po varet dhe nga marrëveshjet si do të përgjigjen bankat, të cilat nuk janë në nënvarësinë e qeverisë, dhe nga ana tjetër si do të jetë dhe tregu në kuptimin e asaj të transparencës, të mënyrës se që të marrësh kredi duhet të jesh transparent si biznes. Si do të jenë të menaxhueshme si situata dhe si do të ndërtohen skemat e funksionimit mes bankave dhe bizneseve për sa i përket mënyrës kreditimit. Ka shumë vështirësi. Pra, është pjesërisht i realizueshëm. Mbarova edhe një. Po, ta mbaroj profesor Muço. Jo, të pastaj të kalojmë tek bujësia merr 500 milionë mbështetje. Bujësia aktualisht që ne po flasim merr 52 milionë euro. Me thënë unë dhe kuptoj do me thënë zoti Shtefni që tani do t'i bëjë elogje qeverisë dhe me ndonë me të do kujdesme. Elogjisë nuk ka qenë asnjëherë. Premtime. Paktën në emisionin tim nuk ka qenë asnjëherë. Sot që po flasim, unë jam dakord. Kur kemi themelu gazetë, që në 91-shin, do më të një bje 34 vjetë. Si që njoh unë, profesor Muço, vetëm me elogjisë nuk është. Sot që po flasim, bujësia merr 52 milionë euro në vit. Do me thënë për ta kaluar, për ta 10 fish, Fatosin ato shte para ca ditës që ishte pa mundur të 5 fishohet, imagino tani ta 10 fishojmë këtë vlerën e bujësisë që mua më duket e paralizueshme. Energjia 30% nga fotovoltaikët. Po, 10% e kemi tani që flasim. Pra 3 fishin i kapacitetit produs. Në 2016, që në mos gabojmë ka ju ligji në fuqi të 2017, ky ka qenë një le të themi një objektiv që duhet të realizoj para se të bëjë Shqipëria pjesë e BE-s dhe diskutoj që në 2025-ën. Kështu që unë kam përshtypjen që këtë të realizoj. Do të shjeti pak shkurt se jemi në sekondat e fundit pjesës 2. As i kam kërkuar kur gjë qeverisë. Atëherë keni 2 minuta. 2 minuta për termin që s'kam absolutisht asnjë nevojë. Me elogjizëm nuk kemi me ju. Që kam 5 vjet që ja kërkoj s'ma kanë dhënë akoma. Kështu që ta sqarojmë këtë njëherë mirë. Por unë mund të rrit pa ja thonë atë që ka mirë. Dhe ato që mendoj unë. Po ju lutem 1 minutë e gjysmë se s'kemi shumë për pjesën e dytë. Pensioneve deri në 2030, absolutisht po, ka për ta bërë. Ka për ta bërë. Absolutisht. 1.7 miliard euro. Fatura në vit. Ka për ta bërë sepse ja shkoj GDP-s dhe 5 miliard. Kështu që ka për ta bërë, pikë. Ka besim, është biznesmen. Them kam pyetje të madhe, sepse nuk varet nga ne. Varet nga Greqë dhe kur hyn në Evropë, pastaj okej, tjetër gjë. Paga minimale, do ta bëj se s'ban, duam apo s'duam ne. Do e bëj. Ajo është interes ka, aty dëmton biznesin. Po, jemi dakord të gjithë që ajo realizohet më e lehta në realizim. Ka për ta bërë se e ka në dorë, pagën minimale, s'ke shanse të ta bësh ose falimentosh konë puntate.
Administratë shtetërore 1.200 euro. Absolutisht do i marrë ande i kthej, do i japit vetë. Bërë. Po unë them, ka një mënyrë tjetër për ta bërë. Nga 187.000 që tendenca është më shku 200.000 administratë shtetërore, ta zbresi 150.000 e tu ashtoj rrogën dyre tjerë. Kjo ishte ideja e profesor Mushës. Bashkojni me një ide të e tillë. ke shtuar shumë administratën pjesë dërmuese nuk kanë çfarë bëjnë. 13 E inspektoriate. more me 135.000, janë 137.000 kanë që në 2013. Por them që ka mundësi ta shtoj edhe lehtësisht nëse ul numrin e administratës. Okej. Ne përflas për amnistin që thotë Edi për paqen fiskale. Kjo do thotë fiksed me bë amnisti për 35% të taksave në sektorin e turizmit flas. Ato të kërkojnë 65% para. Ajo doli, ajo s'është amnisti, ajo që thua, ajo ka dalë si VKM është bërë fakt. Kjo do thotë eksakt me fal 35% taksave. Edhe mos më marr fare me ato që duke shit Çelsa nuk kemi dhe gratë vajzat me Çelsa rrugë, është kulmi turpit me na pa kush. Këtu mund shikonim ne që këtë 35% që mund shikojnë me atje, që të rikuperonin pak ata dhe s'kishim nevojë më marrë me këta. Këta të paguin, i ke me GSB online. Këta janë parajs fiskale, këta që thua ti. Po këte hoteleri, ti e ke me kasa fiskale, më thujmë unë e kam vetë, je me kasë fiskale, për zotni, që se s'faturoj, ata vinë me njerë kontrollojnë. Jo do mos dëshmëri se... Ti lëm pjesë të tjera për pjesën e fundit? Stop. Faleminderit atëre, sepse vërtet kemi të kaluar pjesën e kohës të pjesës së dytë, po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare dhe më njëherë do t'i kthehemi pjesës së tretë të fundit bisedës sonë.